Përshëndetje, në kuzhina njerit, sot kam vendosur me përgatit një përveç me peta të pjekura që kom ju knoq nga shia. Krejt që na nevojitën prej përveçve janë 400 gram peta të pjekura i bleni. Pra, në marketet e këtur që të kom i ble, pra peta të pjekura. 900 ml me qumsht, 3 vezë, 200 gram me shlakzane për ndryshe ojk, një lugë të gjellës ju plot me krip, si dhe një lugë të qajt e marim plot me vaj. Bismillah, fillojna me përgatitin. Furën e këmë shumë temperaturë 220 gradë që të nxehet. E marrim një enë të thellë, ku hedhem qumshtin, shtojna vajin, 3 vezë, kripen, si dhe 200 gram me ojk për ndryshe shlakzane. Me tërë të dorës i përzina qëtë përbersin. E kemi përzi harqen, tash e marrëm një tepsi, e kum ly tepsi me gjajt, pra. Marrëm me ly edhe me vaj, edhe marrëm tash petën. Tri peta pra i renditim në tepsi. Tash të këto tjerat i shprishim me dorë. Gjithsej pra 400 gram me peta pjekura. Nëse jeni më shumë antarë të familjes, keni tepsin pra më të mëdha, i merrni 800 gram peta, tash në varet krejt sa antarini. I shprishim me dorë. I kemi shprish pra edhe peta, tash e marrim harqen që e kemi përzi dhe bismillah. Ja kthejna përmi. Edhe me njëherë e fusim tepsin në furën e nxehur pra që të pjeket. Temperaturë 220 gradë. Me një lugë të vogël veç i rënojnë çdo qosheve që ulen pra. Mirë, edhe për mi, edhe me njëherë e fusim pra tepsin në furën e nxehur. Edhe përveçin e kemi hek prej furrës, e kom lënë pra me pjek në temperaturë 220 gradë për 40 minuta. Kështu duket pra një përveç shumë i shishëm që ja vlen ta provoni se cila motër dhe përgatitet po ashtu shpejt. Neve në beft mirë e juve, po ashtu nëse përgatitni ju lumshin duart e ju beft mirë, Allah na pranoft agjërimin, lutjet tona, veprat tona, e ju e përshëndes po ashtu përzemërsisht, faleminderit për krajnë që ma bëni komendet të bukra e diri në recetën e radhës nga kuzhina njerit, ju thamë miru pofshim.